Kam qenë rreth 30 km/h, shoferi që përplasi për vdekje 2 të mitur pranon edhe konsumimin e alkoolit. Nikol Radaci, i cili aksidentoi për vdekje 2 të mitur dhe plagosi rënd një tjetër në Durrës, është lënë në burg nga gjykata. Para trupit gjykues ai ka rrëfyer se ditën e ngjarjes kishte dalë nga shtëpia për të marrë një vegël pune të një miku të tij. Ai pranoi gjithashtu se kishte konsumuar alkool përpara se të drejtonte automjetin, duke deklaruar se në mëngjes kishte pirë një gotë birë. Sipas dëshmisë së tij, gjatë lëvizjes me automjet në korsin e djathtë, një makinë tjetër i ka prerë rrugën, çka e detyroi të devijonte dhe përpasoj përfundoi në trotuar aty ku ndodheshin 3 të mitur. Radaci ka pretenduar se nuk lëvizte me shpejtësi të lartë, por rreth 30 km/h në momentin e aksidentit. Testi i alkoolit kryer nga policia rezultoi 0.73 mg per litër në testin e parë dhe 0.70 mg per litër në testin e dytë. Pas aksidentit ai tha se kishte dalë nga automjeti dhe u kishte kërkuar punonjësve të një biznesi pranë vendngjarjes të njoftonin policin. Rreth orës 14 ka dalë nga shtëpia bashkë me mjetin me targa B 909 PC dhe do të shkoja të merja një vegël pune tek një shoku im. Unë po drejtoj automjetin në korsin e djathtë, papritur nga një rrugicë lagje doli një automjet. Unë devijova për të shmangur këtë automjet dhe kam përfunduar sipër trotuarit të anës së majtë të rrugës. Kur hipa mbi trotuar, jam përfshirë në aksident me disa fëmijë që ndodheshin mbi trotuar. Automjeti që unë po drejtoja nuk ka arritur të ndaloj dhe kam shkuar disa metra më përpara. Unë dola nga makina dhe kam shkuar tek një dyqan aty pranë, ku punonjësve të dyqanit ju kam thënë të njoftojnë policin pasi kam bërë aksident. Unë kam qëndruar tek dyqani derisa erdhi policia dhe më mori për në komisariat. Ju pretendoni që një automjet ju ka prerë rrugën, a ju kujtohet në një detaj në lidhje me këtë automjet? Për momentin nuk më kujtohet asnjë detaj. A i njeh fëmijët me cilët jeni përfshirë në aksident? Jo, nuk i njoh. Me çfarë shpejtësie keni qenë në momentin e aksidentit? Unë kam qenë me rreth 30 km/h. Në zbatim të procedurës standarde, ju është bërë testi i alkoolit, i cili ka rezultuar në masën 0.73 mg per litër testi i parë dhe 0.70 mg per litër testi i dytë. A keni konsumuar alkool përpara se të drejtonit automjetin? Përpara se të drejtoj automjetin, unë kam pirë një birë në mëngjes. A keni gjë tjetër për të shtuar? Gjë tjetër nuk kam për të shtuar. Sa më sipër janë thënjet e mia të cilat pasi gjej të shkruara drejt i firmos pavërejtje. Ngjarja tragjike ka tronditur qytetin e Durrësit dhe jo vetëm, ndërsa hetimet për rrethanat e plota të aksidentit vazhdojnë.